Të nderuar shikues të Radio Televizionit Iliria, mirë se po takohemi në emisionin e radhës në Mjekësia dhe ti. Për sot të ftuar kemi doktor Petrit Gjaka, specialist i pediatrisë, me të cilën do të diskutojmë për pneumonitë tek fëmijët. Mirë se vjen doktor Petrit. Mirë se gjejmë. Doktor Petrit, e dim ne se fëmijët janë themeli i një shoqërie e cila qysh në fazat e hershme të jetës vendos një të ardhme të re për shoqërinë. Andaj edhe çdo shqetësim për shëndetin e tyre është dhe shqetësim për mbar shoqërinë, e çdo sukses dhe shëndet i mirë i tyre është edhe një sukses i joni, si prind, si shoqëri. A mundrin në pika të shkurta çka janë pneumonitë, shkaqet, dallimin mes pneumonive? Pneumonitë janë infeksionet mushkërive, janë infeksionet mjaft të shpeshta tek fëmijët, sidomos moshat më të atakuara janë moshat që ne thojmë infant ose moshat prej 0 deri 1 vjeç, sepse në këtë moshë fëmijët ende nuk kanë imunitet mirë, janë duke krijuar imunitet edhe janë moshat domethënë që janë më të rrezikshme. Shkaktarët më të shpeshtë që shkaktojnë këto infeksione te fëmijët janë zakonisht bakteret, viruset dhe më rrallë janë myshjet. Fëmijët të cilët kanë imunitet dobësuar, këto janë fëmijë domethënë më të predispozuar me pas infeksione, edhe fëmijët të cilën kanë sëmundje tjera shoqëruese, për shembull në sëmundje të lindur metabolike ose gjenetike, sëmundje në fëmijët të cilën kanë anomali të ndryshme të traktit respirator ose të traktit për shembull kardiak, janë fëmijët janë të rrezikuar për me pas predispozit për infeksionet mushkërive dhe fëmijët zakonisht këta fëmijë që janë me probleme neurologjike të cilët të rrinë më pasev, sidomos ato me paraliza cerebrale këta. Fëmijë janë fëmijë që kanë predispozit me pas këto infeksione tek këto mosha. Shkaktarët domethënë më shpesh janë pak viruset, pastaj vijnë bakteret dhe myshjet. Kur jemi tek shkaktarët, doktor Petrit, cilat janë bakteret më të shpeshta që janë shkaktarë të këtyne pa përjashtu edhe në këtë rast edhe virus që janë prej? Pi baktereve zakonisht janë streptokoku, pastaj janë klebsiella, mykoplazma, hemophilus influenzae e tjerë. Ndërsa për virusve janë zakonisht viruset tek moshat më të vogla, virusi respirator sincial, viruset e gripit, virusi Covidit, adenovirus, humarinovirusi, këto që mund me shkaktu domethënë infeksione më shpeshta tek fëmijët. Kurse më rrallë janë për shembull tash për shkak vaksinimit, me rritjes mirëqenies, më rrallë kemi probleme me infeksione me tuberkulozë, për shembull që ka pas përpara. Tek simptomat, doktor Petrit, kur një fëmijë ose kur një prind është i obliguar të orientojë në cilin do institucion shëndetësor primar, sekondar, terciar, një fëmijë me çfarë simptomash duhet ta orientojë kur dyshon në pneumoni? Zakonisht pneumonitë shfaqen me temperaturë të lartë, me kollitje, fillojnë me pas probleme me frymëmarrje, kanë frymëmarrje të shpejtuar, marrin frymë me zor, shpesh për shembull ata fëmijë kur të bjen edhe oksigjeni mund të vihet edhe te maviosa ose nxirja e buzëve. Shpesh kanë plagështi, rrinë rat, gjëmojnë. Këta fëmijë domethënë duhet të kenë parasysh që prind t'i ofrojnë sa më parë për të konsultuar me mjek ku ata i kontrollojnë ose orientojnë. Fëmijët me moshat e vogla, sidomos fëmijët pas lindjes ose muajt e parë, janë fëmijë që rrezikojnë përkeqësim më shpejt, sepse kanë më pak rezerva, ne themi, për kompenzuar
organizmin, edhe këta fëmijë përkësimi i tyre është më i shpejt, edhe këta fëmijë nuk presin shumë derisa të vjen përkësimi. Kështu që këta fëmijë do ndjeshmërinë të dëshmëri më të madhe edhe përkësimin e ka më të madh dhe do të vizitohen sa më shpejt tek mjeku. Tek pneumonitë atipike, nga cilë tip mikroorganizma shkaktojnë? Pneumonitë atipike pneumonitë janë që pak më të rralla, mirë por edhe këto janë një ndër pneumonitë zakonisht shkaktojnë mykoplazma, disa virus, ka herë disa infeksione mykotike, që janë infeksione, këta në thonë pneumonitë në këmbë ose pneumonitë e ftofta. Te këto raste, në këtë rast fëmijët ose edhe persona tjerë, për shembull mund të ndjejnë që vetëm lodhje, zakonisht nuk shfaqet me temperaturat mëdha, kanë kolitje, kanë dyspne, mirë po nuk shfaqet simptomatologjia, nuk shfaqet fulminante ose me shprehje sikur te pneumoni tjera. Këtu vinë zakonisht pak më ngadalë edhe me një simptomatologji më të msheft, dhe kanjëherë është goxha sfidë dhe trajtimi i tyre. Tek sistemi imunitar është njëri prej faktorëve me të cilën edhe organizmi reagon në mbrojtjen këtë rast, por kur kemi një sistem imunitar të papjekur, si ndikon tek pneumonitë, doktor Petrek? Po, te fëmijët, sidomos te fëmijët që lindin ata para kohe, ata nuk kanë zakonisht në fushën e që janë lindin para kohe, ata zakonisht nuk kanë imunitet ende dhe në papjekur. Dhe shumica e këtyre fëmijëve gjatë pas lindjes të pësojnë pneumoni që do të zakonisht të rrinë të hospitalizuar në kujdesat intensiv neonatal, edhe duhet trajtohen zakonisht me antibiotik. Edhe fëmijët, domethënë që janë lindur me probleme, kanë ndonjëherë me imunitet dobësum ose kanë imunitet diçka çrregullum të lindur, edhe këta fëmijë mund me marrë infeksione shumë shpejt edhe lehtë kur kanë kontakt me njerëz smut ose kontakt me baktere ndryshme, edhe mund me marrë infeksione. Në këto raste për shembull do të kenë parasysh që familja, prindërit të ruajnë këta fëmijë, kujdesen që të mos jenë kontakt me njerëz smut ose me njerëz që kanë infeksione, që mund të mbartin infeksione, sepse këta fëmijë janë të rrezikuar për me pas infeksione dhe që trajtimi i tyre është shumë i vështirë, shumë i gjatë edhe që shkakton nganjëherë komplikime. E përmendet tek pneumoni tek fushën, në fakt, tek mosha 0 deri në 1 vjeç janë më të ndjeshur për shkak të mbrojtjes, siç e përmendet edhe ju. Mirë po, tek moshat më të rritura, si qëndron problemi me pneumonitë? Sa është më e përballueshme është? Po, fëmijët zakonisht që janë më të rritur, përveç atyre fëmijëve që kanë sëmundje tjera shoqëruese, kronike ose anomali diçka tjera, përgjithësi kanë, nëse ushqehen mirë, jetojnë në ambient të pastër, kanë pneumoni më rrallë. Përveç rasteve, për shembull, kur kanë ndonjë virus, i cili e dobëson imunitetin, atëherë mund lidhë komplikime me infeksione tjera, superinfeksione tjera bakteriale. Edhe në këtë rast, për shkak virusi dobëson imunitetin, atëherë vjet e komplikimi i pneumonive. Kemi pas viteve të fundit, kemi pas për shkak Covidit, që ke këto vitet e fundit, kemi pas probleme, për shembull, fëmijët kanë kalu Covidin, ka qenë një farë Covidi i stërgjatën, ka lënë imunitet dobësum, edhe ndërkohë kanë marrë infeksione tjera bakteriale, të cilat kanë qenë shumë shpejta përkesimi i tyre, edhe kanë qenë infeksione shumë të rënda. Somos viti 2022, 2023, 2024 është përballë me këto sfidat post-Covid sindromës, të cilat ka shkaktuar një dobësim të imunitetit edhe komplikimet mjaft zakonisht të rënda që ka qenë deri nganjëherë edhe me fatalitet. Që të bëhet një diagnostikim e një pneumonie tek fëmijët, cilat janë shenjat që duhet të monitorohen ose në fakt që duhen të verifikohen, nëse mund me thonë, për një
profesionistë shëndetësor këtë rast? Pikë pari është ekzaminimi, ne e them, ekzaminimi marrë anamnezës, ekzaminimi fizikal kur domethënë auskultimi i fëmijës, edhe nëse kemi dyshime atëherë duhet marrën analizat laboratorike, si thëmë ne, me hemogramin, CRP-n, kanjerë prokalcioninën. Duhet bëhet vërtetohet, domethënë gjendja e mushkëlive me ekzaminime radiologjike, si me rentgen, nëse ka nevojë, nëse është rasti komplikuar edhe me tomografi të kompjuterizuar, ose me ultrazot mushkëlive, për shembull ultrazoni mushkëlive si metodë ka dalë viteve të fundit, ku 70% ka reduktu, domethënë përdorimin e rentgenit si mjet rrezatus. Dhe mund të verifikohen mjaft lehtë, ka edhe është mjaft senzitiv edhe specifik. Pastaj do të merren, nëse është verifikuar që ka pneumoni, atëherë duhet merren kulturat bakteriale ose virale dhe të shohim për shkaktarin pse kush e ka shkaktuar, në mënyrë që të jemi sa më të saktë në trajtimin e këtyre rasteve. Kur jemi tek raporti laboratorik edhe ndikimi i terapisë, në çfarë periudhe kohore ose sa duhet të përdoret një antibiotik apo varet nga lloji i antibiotikut, flasme për aneminë, që të vrejet efekti në rezultatet laboratorike? Tek pneumonitë, tash nëse kemi gjetë, për shembull, nëse jemi me antibiotik për shembull mirë, nëse është shkaktari antibiotiku jepet për shkaktarin e dur dhe është senzitiv antibiotiku në çat mikroorganizëm, atëherë varet edhe sa është përfshirë, sa është dëmtuar mushkëria, sa është pneumonia, sa ka infiltruar në mushkëri. Atëherë varet prej ditëve, për shembull mund të shohim për 2-3 ditë e para me njëherë përmirësim daljes temperaturës, përmirësim simptomeve, po zakonisht trajtimi për një pneumoni zgjat 10-2 javë, ka 3-4 javë ditë. Varet për sa është dëmtuar, sa është rezistent shkaktari, çfarë imuniteti varet shumë mirë për asaj, edhe sa imuniteti i fëmisë sa reagon për me mbrojtë, sepse ne themi ka herë antibiotiku më i miri, më i suksesshëm, më gjithë është imuniteti. Edhe kur ka imunitet mirë, ai mjafton pak me ndihmë antibiotik edhe ai fëmijë do shnoshë shumë shpejt. Të nderuar shikues, është koha të shkojmë blog marketingu dhe kthehemi sërish në Musafirin e studio. Ndruam që në ditët e para, gur mbi gur, ju dham jetë ndërtimeve më meritore. Kudo që hapim themele, e dim, nesër do t'jetë qendra. Duke investuar në cilësinë e jetës, në hapësira të përbashkëta. Ne ndërtojmë. Cima Construction. Laboratori HomeLab Plus ofron shërbime diagnostike dhe laboratorike të gjitha analizave të organizmit tonë, nga hematologjia, biokimia, imunologjia dhe markerët. Laboratori HomeLab Plus ofron të gjitha shërbimet mikrobiologjike të punuara me precizitet dhe korrektësi. HomeLab Plus është vendi punës, profesionalizmit dhe korrektësisë, i pari që e ka ofruar shërbimin mobil laboratorik dhe vazhdon të ofrojë me përgjegjësi të plotë. Bashkëpunimi me laboratorët e njohura turke e bën laboratorin HomeLab Plus të jetë akoma më i suksesshëm. A dëshiron të mos zhgënjehesh, je principiell dhe don korrektësinë, je lodhur nga ata që i neglizhojnë problemet e tua shëndetësore, jepi fund më dyshjes, sepse HomeLab Plus ofron profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri. Super zbritje në Emuna Center. Miell 5 kg 3.49,
Vaj 850 ml 1,25, Orizibar 700 gram 0,69 cent, qumsht multivitamin 1 litër 0,99 cent, djath 800 gram 4,99, qumsht çokolate 200 ml 0,45 cent, kaqek 10 kg 15,49, file pule 2 kg 6,49, mish i thatë 12,99, keksa 800 gram 1,99, biskota 300 gram 0,69 cent, vipa maxi 115 gram 0,89 cent, qaj i kusht 800 gram 6,89, redrej 1,5 litër 0,79 cent, detergjent robash 9 kg 4,99, letër kuzhine 1,79, pas pastrimit 850 gram 3,89. Emuna Center, ne dallojmë nga të tjerat. Të ndruar shikues, u kthyem sërish në studio për të përkujtuar ata të cilët nuk na lën asnjëherë vetëm gjatë emisioneve tona. HomeLab Plus është laborator biokimik hematologjik i cili funksionon në dy pikat e saj, në Tophane dhe në Ulpijan, me një gamë të gjerë të analizave laboratorike nga lëmi të ndryshme. Po ashtu bashkëpunimi i tyre me laboratorët në rajon si Turqi, Shqipëri, Greqi e bën edhe më të lërmeshëm punën e tyre. Profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri është motoja e laboratorit HomeLab Plus. Sponsori i dytë Emuna Center është rrjeti i supermarketeve në Kosovë, e cila është dekoruar 3 herë radhazi për çmime dhe si cilësi e kësaj po ashtu është mos mbajtja produkteve alkoolike në raftet e saj. Meka Halal Food, njëra ndër kompanitë në botën shqiptare të produkteve të mishit, e certifikuar nga Varësia Islame për produkte halal, si dhe Cima Construction, e cila është kompania themeluar në vitin 2009 me ndërtimet e saj, apartamentet e saj u jep ngrohtësi dhe rahati në jetën tuaj. Syla Group, po ashtu njëra ndër kompanitë e cila është e fokusuar me ndërtimet e saj në komunën Skenderajt, nga viti 2018 deri në vitin 2024 ka bërë ndërtimin e 20 objekteve duke ju ofruar juve komoditet dhe rahati. Kthehemi sërish me doktorin në studio. Të nderuar shikues, u kthejmë sërish në studio me doktor Petrit Gjakaja, specialist i pediatrisë, përkatësisht edhe shef në repartin e pediatrisë intenzive. Doktor Petrit, kur jemi tek problemet që sunt zgjidhur në nivelet primar sekondar për problemet e pneumonisë në këtë rast, cilat janë shkaqet për një hospitalizim të një fëmije? Fëmijët, zakonisht fëmijët që janë, si përmendëm edhe më herë, fëmijët që janë shumë të vogël, sidomos fëmijët në moshës neonatale prej 0 deri në 1 muaj, janë fëmijë që më të rrezikuar. Edhe këta fëmijë duhet edhe përkeqësimi i tyre është shumë i shpejt. Edhe për këta fëmijë zakonisht nëse identifikohen me pneumoni, duhet gjithsesi të trajtohen në spital edhe të hospitalizohen për të vazhduar ekzaminimi dhe trajtimi i mëtemit tyre. Edhe fëmijë tjerë të cilët janë në moshën 6 mujore dhe të fëmijë që kur parashihen që prindrit ose është mosha ose kujdesi nuk parashihet shumë i mirë, atëherë edhe këta fëmijë duhet të hospitalizohen sepse përkeqësimi i tyre është i shpejtë edhe mundësia pastaj për të përfunduar në mënyrë më të keqe, është më e madhe. Foshën e tjera të cilët kanë një gjendje të përgjithshme të rënduar, për shembull foshët të cilët nuk mund të ushqehen, foshët të cilët kanë temperaturë vazhdimisht të lartë, kur parametrat laboratorik të infeksionit janë të lartë, të cilët me të vërtet parashihen që kanë me kërcënu përkeqësu ose kanë kërcënuar në jetën definitivisht, atë këta fëmijë do të hospitalizohen. Gjithashtu kur me ekzaminim klinik ose me ekzaminime të tjera shumë që kemi një pneumoni të rëndë edhe trajtimi i tyre në mënyrë ambulantore nuk është i mundur, për shembull me barna që mund të jepen orale, gjithsesi do të hospitalizohen. Pastaj fëmijët të cilët kur janë shumë dispnoik, kur kanë frymëmarrje shumë vërtetësuar, kur pas matjes të oksigjenit për shembull, vrejmë sepse nuk
ka pa mjaftueshmëri të oksigjenit për shembull gjakun e tyre, këta fëmijë gjithsesi do të hospitalizohen për të mbështetur me oksigjenaterapi dhe medikamente tjera. Medikamente tjera. Këta gjithashtu fëmijë të cilët kanë, e cekëm edhe më herët, kanë komplikime tjera, për shembull anomali ose smundje tjera shoqëruese edhe përkundër ndoshta që gjendja momentale është e mirë, po për shkak duke ditë njohur natyrën e smundjes, atëherë këta fëmijë që mund të vinë komplikime tjera, atëherë edhe këta fëmijë domethënë që kanë komplikime ose smundje tjera do të hospitalizohen. Doktor Petret, tek komplikimet, cilat janë komplikimet më të mëndshme që mund të vinë nga një pneumoni? Pneumonitë, se këmë në fillim, janë infeksionet mjaft shpeshta. Zakonisht tek moshat ndryshme, mund me suksesi i trajtimit tyne është variant, domethënë, varsisht për moshët. Tek moshat më të vogla, domethënë, gjithmonë suksesi pak më është i mirë, po 2-3% e fëmijëve në botë, për shembull, zakonisht vdesin për pneumonive tek vendet e zhvilluara. Ndërsa në vendet e pazhvilluara ka njëherë deri në 10% e fëmijëve mund të përfundojnë fatalisht për shkak të infeksioneve të diagnostikuar me pneumoni. Janë infeksione serioze edhe që dojnë domethënë trajtime dhe mbikëqyrje të rrethtë për mjekëve. Komplikime tjera që mund me shkaktu janë për shembull janë pneumotoraksi, për shkak dëmtimit të madh kësi, atëherë është shfutja e arit ndërmjet mushkrisë dhe kafazit krarorit, pastaj dëmtimi i madh i mushkrisë edhe formon si kaverna bronjektazi, të cilët lëm pasoja pastaj në tarmën tek ai fëmijë. Pastaj mundet, për shembull, kur një mushnik ka është dëmtuar shumë, për shembull ai pjesë e mushnive, për shembull nuk mund të regjenerohet edhe ai fëmijë, për shembull, nuk do të ketë mundësi për shkak mos dëmtimit të madh të pjesës mushnive, nuk do të ketë mundësi të oksigjenohet mirë organizmi edhe ai fëmijë do të ketë një farë invaliditeti përhershëm që mundet me pas. Për fat mirë tek fëmijët për shkak se janë në fazën e rritjes, shumica e pneumonive shkojnë mirë dhe regjenerimi i mindit pulmonar zakonisht është i mirë, përkundër që në të moshuarit që pasojat janë ka njëherë më të mëdha. Tek efuzioni pleural është njëri prej komplikimeve që shkaktohet. Atëherë po më që lidhet me pneumoninë. Si vjen deri tek efuzioni ose shfaqja e lëngut pleural është zakonisht komplikim i pneumonive matrona. Kur zakonisht çdo pneumoni kur është pak më haron, ka tajohet edhe pak lëng pleural në që si thonë efuzion pleural. Kur kemi sasi të mëdha të cilët nuk mund e shpashojmë, të cilët i bën kompresion mushknisë, ose kur e shohim që pse me antibiotik nuk po tërhiqet, atëherë ai pjesë do të bëhet një lloj drenimi ose aspirimi nga jashtë i atij lëngut pleural. Ka njëherë ne bëjmë aspirimin ose tërhiqjen atij lëngut edhe për arsye diagnostike të shohim shkaqe që mund me shkaktu, sepse ka refuzioni pleural mund mos me kanë shkaktar i pneumonisë, por mund me kanë shkaktar i ndonjë procesi tumoroz, për shembull, ka një cili mundet me nxit rritjet të lëngut pleural, dhe të këto raste të fëmijëve më të rrallë apo të 8 vjetrit, për shembull tek moshat më adulte, më të rritura, shpesh është shkaktar, për shembull tumorët janë, për shembull, kancerit të ndryshëm janë shkaktar të rritjes së efuzionit pleural. Pastaj kemi tuberkuloze ka qenë përpara, mjaft i përhapur, mirë po tash me sa i komplikon kjo? Pneumonia, tuberkulozit? Po, shpesh për shembull një pneumoni, për shembull që mund me kon virale ose tjetër mund me nxitni tuberkulozë që ndoshta është ka qenë vetëm i fiksuar ose i fjetur në që thonë, edhe atëherë me rishfaqe edhe tuberkulozën edhe si smundje plus në mushni. Doktor Petret, që nga fillimi i emisionit falem për shkaqet, simptomat, trajtimi, etiologjia në fakt, komplikimet, tek parandalimi. Cilat janë masat që duhet merren? Parandalimi. Të fëmijët
sidomos ata që janë të posalindurit, fëmija që kanë probleme me ndonjë sëmundje të rënë kronike, me anomalit të ndryshme. Pra ndalimi më i mirë është të këtyra fëmijë që janë sidomos të rrezikshëm, marrjen e masave që mos me pas shumë kontakt me persona të Ndikon tjerë. vaksinimi te këta? Po, mos me pas shumë kontakt spari, sepse ditë e para, mujtë e parë nuk vaksinohen. Këta fëmijë atëherë duhet me pas parasysh me rujt për personave tjerë që janë të smut, mos me pas kontakt me ta. Pastaj, fëmijë tjerë, për shembull, do të bëhet vaksinimi i rregullt i fëmijëve, i cili prandalën shfaqjen e pneumonive. Sot në botë, për shembull, ka rritë që vaksinimi me bë mrekulli, për shembull, me sfuglu shumë rastet, për shembull me tuberkulozë, pastaj rastet me pneumokok, me hemofilus influenzae. Viteve të fundit, për shembull, ka shumë vende, për shembull, që përdorin vaksinë kundër virusit respirator sincial për disa raste që parashin që me kanë të komplikume, ose dhonë antitrupa monoklonal, i cili i shpëton shumë jetë, për shembull fëmijëve të cilët janë më të rrezikuar në këtë moshë. Pastaj ambienti ku rritën fëmijët, për shembull, ka ndikon për shembull ambienti shtëpia dhe më pastërtia, ndriçimi. Ndikon prymi i duhanit tek këta? Po fëmijët të cilët rrinë në ambientin e duhanit zakonisht kanë 2 deri 3 herë predispozit më të madhe për me pas infeksione ose pneumoni edhe bronhite, sa fëmijë tjerë. Edhe këta fëmijë zakonisht kanë edhe shërimi edhe prognoza tyre zakonisht është më e keqe ka njerë se sa të fëmijë që rriten në ajër që spinë duhan. Doktor Petrit, edhe diçka tek roli të ushqyrit në këtë rast ushqyerja me gji. Sa ka ndikim pozitiv gjithherë në menjanimin e problemeve ose kontaktin me pneumoni? Ushqyerja me gji është një ndër këshillat kryesore që do të japin një prind këtë nanës për fëmijët, sepse ushqimi i gjirit është ushqim natyral, edhe është më i mirë, ushqimi më i mirë i mundshëm sidomos tek muajt e parë të jetës. Edhe qumshti në nënës përmban antitrupa, të cilët e mbrojnë është një farë vaksine, është një antitrup imunitet të gatshëm i jep fëmijës, edhe këta fëmijët zakonisht që kanë pinë qumsht nga nana kanë imunitet më të mirë dhe janë më pak të rrezikuar për me pas infeksione se sa fëmijët që ushqehen me qumsht formula. Edhe fëmijët, domethënë, që pinë qumsht kanë imunitet shumë të mirë edhe më lehtë, edhe nëse smun e kalojnë shumë më lehtë se sa fëmijët tjerë të cilët ushqehen me qumsht formulë. Kështu që ushqyera është shumë e rëndësishme. Normal një fëmijë nëse ka në ushqyershmëri ose keq ushqyershmëri të ndryshme, zakonisht ata fëmijë kanë predispozit mos mu më shumë me pas edhe pneumoni. Për shembull ka fëmijë nëse nuk ushqehet mjaftueshëm, për shembull në rast krizave të ndryshme, luftrave ose gjërave tjerave, atëherë ata fëmijë nëse nuk ushqehen normalisht kanë me pas imunitet më dobësuar, edhe kanë me pas predispozit me pas edhe pneumoni, edhe shërimi dhe trajtimi tyre ka me qenë më kompleks. Edhe fëmijët nëse nuk ushqehen me ushqimet shëndetshme dhe lloj-llojshme, për shembull, edhe pse marrin një ushqim për shembull mjaftueshëm mirë, por nuk ushqehen me lloj-llojshmëri dhe me ushqime të shëndetshme, edhe ata fëmijë kanë me pas predispozit me pas infeksione sepse nuk kanë me pas imunitet më të dobët. Doktor Petrit, ku emisionit veç shkoj dhe çka është më rëndësi është nga te një këshill për gjithë prindrit, e sidomos ata të cilët janë të ballafaqsuar me fëmijët që janë diagnostikuar në këtë rast me pneumoni. Fëmijët të cilët janë me pneumoni, domethënë këta fëmijë do të trajtohen nga profesionistë shëndetësor, nga mjek, në këtë rast nga pediatrat. Fëmijët të cilët parashtrihen që kanë me pas ose kanë komplikime të tjera, ata gjithsesi duhet të dërgohen sa më shpejt në spitale dhe të mos vonohen. Edhe kisha rekomanduar prindërve që mos pinë duhan në shtëpi ku rrisin fëmijët, sepse duhani rrezikon seriozisht shëndetin sidomos mushkërive, edhe predispozon për me pas bronhite dhe pneumoni më shumë. Atëherë shpresojmë që kjo
këshill ose ky sugjerim ose kjo porosi tjetë e mirëpritur nga prindët, të paktën ata të cilët e pinë duhanin në ambiente ku edhe fëmijët rriten. Ne të falenderojmë shumë për kohën që na kushtove në këtë minutazh të paktën lidhje me pneumonit. Ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, ky ishte edhe emisioni i sotëm. Me ne sot ishte doktor Petrit Gjaka, specialist i pediatrisë dhe njëkohësisht shef në pediatrinë intenzive në Qendrën Klinike Universitare. Deri në emisionin e ardhshëm, shikim të këndshëm.